Kjo grua hëngri qershi çdo ditë për një muaj dhe mjekët u habitën me atë që i ndodhi. Qershia është një frut shumë i shijshëm në vendin tonë, gjendet me shumicë. Sezoni i vjeljes së saj sapo ka nisur dhe zgjat deri në fund të korrikut. Me këtë frut mund të bëhen ëmbëlsirat mjaft të mira. Ato kanë kolesterol të ulët dhe janë një burim i vitaminës C, vitaminës A, gjithashtu acidit elagjik dhe melatonin. Po përveç kësaj, qershit kanë veti të shumta për organizmin dhe sipas zbrajtësaj saj do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni qershi të paktën 10 deri në 20 kokra çdo ditë për një muaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Do të përmirësoni forcimin e kujtesës. Mos ju ndani qershive në këtë sezon sepse ato shërbejnë për të forcuar kujtesën. Kjo ndodh për shkak të një komponenti që gjendet te kokrat e ëmbla, të njohur si antiocianin. Shkencëtarët kanë provuar se ky përbërës është mjaft i mirë për trurin. Përveç forcimit të kujtesës, qershia ndihmon edhe në parandalimin e humbjes së saj. Qershit janë të mira për ata persona që kanë probleme me cilësinë e dobët të gjumit. Ata që konsumojnë qershi shpesh në dietën e tyre ushqyese kanë më pak shanse që të kenë probleme me pagjumsinë. Ata mund të bëjnë një gjumë më të thellë dhe më komod në mbrëmje. Kjo është për shkak se qershit përmbajnë një hormon të njohur si melatonin. Melatonin është e njohur për rregullimin e cikleve të gjumit. Për një gjumë më të mirë gjatë natës, më të relaksuar, është e rëndësishme dhe e këshillueshme të shtoni qershit në dietën tuaj. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike edhe në mbajtjen larg të problemeve të pagjumësisë. Qershit janë një përzgjedhje fantastike ushqyese në mbajtjen larg të problemeve të radikaleve të lira që i kanosin organizmit. Nëse ju jeni një person që vuani shpesh nga shqetësimet e radikaleve të lira, rrisni konsumin e qershive në menun tuaj ditore. Kjo për shkak se qershit kanë në veti shumë të mira ushqyese në luftën kundër të gjitha problemeve të ngjashme dhe mbajtjen e një organizmi më të fortë dhe më të shëndetshëm. Ndaj, shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të ofrojë vitaminën A, vitaminën C, gjithashtu edhe minerale të rëndësishme për trupin. Lëngu i qershive është i pasur me vitaminën A dhe vitaminën C. Kjo vitaminë, siç është vitamina A, është një nga vitaminat më të nevojshme për dhëmbët, për syt, për lëkurën, gjithashtu edhe kundër infeksioneve. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të menjëhershme nga konsumi i qershive do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Lëngu i qershive do të rrisë pH-in në trup. Qershit janë të njohura shkencërisht se përmbajnë flavonoid antioksidant bio, të gjendur tek këto produkte. Këto flavonoid janë të dobishme për rritjen dhe rregullimin e niveleve të pH-it në trupin e një individi, duke përmirësuar kështu organizmin dhe duke mbajtur larg komplikacionet e tij. Shtimi i qershive në dietën tuaj ditore do të reduktojë gjithashtu edhe problemet e plakjes. Melatonin gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon gjithashtu edhe në ngadalësimin e procesit të saj. Kjo do të thotë se njerëzit që konsumojnë qershi vazhdimisht kanë një lëkurë më të shëndetshme, më të hidratuar dhe mund të kenë gjithashtu një mbrojtje dhe një rigjenerim më të mirë të organizmit të tyre. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj të përgjithshme mund të japë rezultate fantastike për rigjenerimin e shëndetit. Ato mbrojnë zemrën dhe enët e gjakut. Kaliumi i fshehur brenda qershive ndihmon edhe për shëndetin e mirë të zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i ushqimeve të tilla është i dobishëm për rregullimin e shtypjes së gjakut, të rrahurave të zemrës dhe aktiviteteve të mira të shëndetit kardiak. Veç të tjera, konsumi i qershive i shtuar brenda rekomandimeve ditore mund të përkthehet në një mbrojtje më efektive të shëndetit tuaj të përgjithshëm dhe të mbajë larg inflamacionet, problemet të plakjes dhe pafuqinë së organizmit. Qershit janë një frut që mund të japin rezultate të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumi i këtij fruti është vërtet i rëndësishëm për të dhënë rezultate fantastike ushqyese në shëndetin tuaj dhe jo vetëm. Qershit janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës.
Këto fruta të kuqe për shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës. Janë burimet kryesore të pasura të zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte të mira pozitive gjithashtu për shëndetin e zemrës dhe komponent të rëndësishëm për qelizat dhe lëngjit e trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionin tuaj të gjakut. Qershit kanë veti të mira anti-inflamatore, në saj të efekteve të tyre anti-inflamatore. Këto fruta të kuqe në përgjithësi janë aleate të mira për shëndetin tuaj të kyçeve dhe jo vetëm. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që i shkaktojnë në trupit shumë inflamacione, kështu që personat që kanë shqetësime të tilla siç është për shembull edhe artriti, mund të kenë rezultate më të mira në shëndetin e tyre dhe të mbajnë larg problemet e kyçeve. Qershit do të stimulojnë një tretje më efektive dhe do të mbajnë larg problemet e saj. Përveç acideve të tyre mbrojtëse, gjithashtu dhe sheqerit frutor, qershit të stimulojnë edhe punën e lukthit dhe pankreasit dhe ky stimulues është i mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Gjithashtu substancat e tyre antibakteriale pengojnë në mënyrë të tillë edhe formimin e shtresave në dhëmb dhe mund të parandalojnë dëmtimet e tyre. Gjithashtu ky frut pastron veshkat nga kanalet urinare sepse është një diuretik i shëndetshëm që mund të japë rezultate të mira në organizmin tuaj. Ekspertët i cilësojnë qershit si një prej përzgjedhjeve më fantastike në dobi të shëndetit dhe gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë në parandalimin e rrullave dhe të plakjes. Qershit u rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjit, si dhe ata persona që duan të kenë një lëkurë më të bukur dhe më të shëndetshme, sepse në këtë mënyrë qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban aminoacide të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë gjithashtu formimin e rrullave duke lehtësuar enzimat e dëmshme dhe duke parandaluar kështu komplikacionet që i kanosin organizmit tuaj. Qershit janë një frut shërues që mund të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e celulitit dhe të jenë një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe rigjenerimin më të mirë të tij. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një gjumë më të mirë dhe më cilësor. Qershit përmbajnë antioksidantin e melatoninës, i cili qetëson sistemin tuaj nervor dhe ndihmon kundër problemeve të nervozizmit, pagjumësisë dhe dhimbjeve të mëdha të kokës. Melatonin në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se lëngu i qershive ndihmon edhe për të mbajtur larg këto komplikacione. Gjithashtu ata rekomandojnë se lëngu i qershive është një përzgjedhje fantastike në cilësinë tuaj të gjumit dhe mbajtjen larg të problemeve të tij. Ullumtimet kanë treguar se të anketuarit që kanë konsumuar qershi kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më shumë se të tjerët dhe gjithashtu kanë patur një gjumë më cilësor në mbrëmje se personat që nuk i konsumonin ato. Qershit janë një përzgjedhje mirë ushqyese, edhe në reduktimin gjithashtu e kilogramëve të tepër trupor. Qershit kanë pak yndyrë dhe kalori të ulta. Në 100 gram qershi do të gjeni vetëm 63 kalori, që janë një ushqim i shkëlqyer për të gjithë ata personat që duan të mbajnë një dietë të shëndetshme. Qershit kanë treguar se përmbajnë nivele të larta të ujit dhe element ushqyes të cilët do të ofrojnë një mbrojtje më efektive në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një efektivitet më të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Sipas studimeve të shumta, qershit janë një produkt fantastik që mund të shtohen fare lehtë në dietat tuaja ditore. Ato mund të ofrojnë mbrojtje të shëndetit tuaj kardiovaskular dhe të lehtësojnë edhe komplikacionet e tij. Ky frut i kuq është shumë i mirë për njerëzit që kanë këto komplikacione. 10 deri në 20 kokra qershi në ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë këto përfitime të përmendura më lart dhe gjithashtu ndikimet që ato kanë në organizëm e bëjnë atë një prej frutave më të rëndësishëm të dietës suaj të përgjithshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.